E ja kështu popullim ndodhe me zyrën e kryeministit të Shqipërisë zoti Edi Rama, unë ndodhe me avokatin e Raldak, avokat është titull, po është mbi të gjitha është ndërmjetës. Pajton gjaqe, lidh kablo, Po të kishte ardhur Berisha e tham bashkë me në kohën e Vulës, bashkë me Lulin i kishin pajtu dhe dhe ishin akoma tjetër pozicion. Nuk doni. Ska fati mirë. Nga ana tjetër është Kristiano Xhanari, i cili këto çaste ri zyrën e kryeministit, i cili ndodhet fushat. Ikën këtë ikën andaj ri Kristi në zyrë. Sepse Kristi ka për detyrë edhe me karotresin e vet, sa herë të ngeli Rama, tak e të rreq. E si në zyrë. Kristiano çkimi nga fushata, më tregoni çka të lutem, çfarë ndodh urdhë takim. Takimi Ramës në Ersek. Berisha ironizohet me këngë polifonike. Ja bom bufi bu bu bu. Unë jam krenar që jam nga kjo zonë, pra nga Kolonja, që jam kolonjar, jam nga një fshat me tradita, me emër që quhet Starje. Është në hyrje të Ersekës. Të lutem se si kam kushurira këto gratë. Ashtu. Dhe kur e kam parë këtë, ka ardhur aq në veri, po aq në veri, sa nuk e keni ide. Pse do thonë ju? Sepse më besoni, dua t'ju them që në këtë miting, me rreth 250 veta, ishte gjithë Erseka. Aq ka ngelur në Kolonjë. Është zbrazur Erseka, edhe me bodyguard, se shifja ca me kufje me tel. E ca me kostum, punojësit e Erioni Saj, që kishte mbledhur bashkisë, kishte mbledhur gjithë Ersekën në një rrugë që i ka bërë atyre, edhe i tregonte plane futuriste. Di që premtoi Ersekësve? I premtoi dalin në det. Jo. Të betohem. Natyrisht do fusit detin këtej Niko Peleshi, po do bëj një rrugë që Ersekësit do dalin det direkt. Va. Këtë premtoi. Erioni Saj, rilindasi i shquar aktorial, Erioni Saj, u tha Ersekësve që po t'ishte gjallë Noli dhe Konica do kishin votuar Edi Ramën. Shedi në varë që janë duke bërë ata të dy. Noli dhe Konicën imagjinojnë në varë, kur një bythet si Erioni Saj thot, po t'ishin gjallë do votonin Edi Ramën. Po t'ishin gjallë, ata kanë ikur, do thonë, Konica ka ikur nga Shqipëria prej Zogut, që Zogu ishte i cop burri, jo për i cop legeni si që është Edi Rama. Kështë për t'ikur, ku dhe unë, në Zimbabwe kështë për t'ikur Konica, bashkë me Nolin. E këta kërcenin bufi, bu, për turbin e tyre, për turbin e familjeve të tyre, edhe të krainës të tyre. Sepse natyrisht mund të këndoj bufin, bu, një vend që ka parë bollok, ka parë zhvillim, edhe kërcen edhe gratë, të cilave për burrat të cilëve thotë që është qyryk dhe pjanec. Se kështu i tha, i keni pjanec, si thënë takim, kapini për krash në këta pjanecët tuj, që eshte këto, edhe sillin për të votuar ta. Ja u shau burrat mirë të bëjmë, burrat dhe qatë keni, edhe gratë. Por problemi, historia është pak më e thjeshtë. Si mundet të kërcesh në një vend i cili është i zbrazur, vin nga fshatrat. Ka fshatra me 0 banor, në Ersek. Me 0 banor. Ka fshatra të tjerë me 10. Dhe një pjesë e madhe vinë dhe jetojnë në Ersek gjatimit, është për shkuar për verim. Këta kërcen bufi, bu. Do me thënë, 12 vjetë ka vazhduar shpopullimi, zbrazje totale, dhe këta janë me bufin. Kuptoni, këta ka rrezike din që është Noli akoma kryeministër. Unë di them edhe raste për përditshme me këtë kategori njerëzish, të cilët kanë çuar fëmijët në emigrim, janë detyruar fëmijët për një jetesë më të mirë, për një pagë më të mirë, për meritokraci më shumë, dhe kur vjen puna, sërish votojnë kundër bufit. Kundër bufit, mirë. Se nuk e duan bufit. Jam dakord me ata, po këta, që jetojnë aty në mes maleve, që s'kanë shërbime, që pranon kryetari i bashkisë që gjysma e shkollave, ose në fakt gjysma e fshatrave s'ka shkolla, ka të mbyllur, që nuk ka shërbim shëndetësor. Pra, që është mesjet, këta tallin bufin dhe i gëzojnë pasaportës europiane. Atje as buf nuk ka. Atje buf, atje ka dhe dinosaurë, se ka që s'ka ropë, ka gjalluar jeta e ekër, edhe dinosaurë ka filluar dalin. Ja, ka dhe prej cilve i ke këtu fosile, që ka kënduar këngën e bufit, goxha gra, po turba keni, po vlla. Jo që këndoni, më shumë mirë bëni, po që dini si çingije atje, ai tallet me burrat pjaneca dhe jo duar dorkish. Hyt rat smuti, iqe këtë. Iqe.
Rama, jemi në kilometr... bravo, ky është gjigant fare. O Renat Cak, o kokra gënjeshtarit, o mashtrus ordiner. Mashtrus ordiner, mbani shënim. Pse do them mashtrus? Sepse ju jeni avokat dhe e dini që ç'është mashtrimi. Mashtrimi është përfitimi të mirave përmes paraqitjes fakteve si të vërteta. Si fakteve si të vërteta. Tani, pse jemi në kilometrin e fundit të BE-s? Ka ndonjë fakt? Zero fakt. Pra, unë kam kërkuar në një emision tjetër, kam kërkuar Bashkimet Evropian të dhëna pikërisht për këtë gjë. 1. Çfarë sigurie kemi ne që nëse mbyllen negociatat siç thotë ky brenda 2027-s, hapet, futemi në BE. Cili personalitet i Bashkimit Evropian e ka premtuar? Cili institucion e bashkimit? Atëherë nëse nuk ke asgjë zyrtare, ky është mashtrim. Vjedhje, se thotë mos ndoni hajdut, se do të vjedhësh votat, do të vjedhësh pushtetit përmes mashtrimit. Hajdut. Apo jo? Tash unë do të them që nuk hajdut nuk ka shqiptar, ose mbase janë ato 4 gratë që the dinosaurët që mund ta besojnë, por nuk ka shqiptar që e beson që në 2029 kur vetë ky thotë Shqipëria 2030 për të filluar negociatat për Bashkimin Evropian, por nuk ka shqiptar që Majsa ka parë do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, nuk ka shqiptar që BE-n e shikon si zgjidhje të problematikave të Shqipërisë. Po. Përveç faktit të iki, zgjidhje problematikave të tjera. Gjithësh vetëm me ik dhe përveç faktit që dihet publikisht që nga 30 e ca kapituj që janë, vetëm 2 kapituj, jemi akoma te kapitulli 2 që kanë kaluar këto disa vite. Kjo more. Shiko, tek pjesa që ai thotë do ja pasaportat europiane dhe pirdhurin nga Shqipëria, është anti-shqiptar dhe është në rregull. Por këtu është gënjeshtar. Këtu është hajdut. Do t'ju vjedhë votën me një mashtrim. Votën ta vjedhë përmes mashtrim. Hajdut, Edi Rama, se dua mos më thoni hajdut. Hajdut. Nuk kërkojmë lekët në xhepat e tua. Kërkojmë ditët tona. Kërkojmë pushtetin ton, që ti po e merr duke gënjur njerëzit që Bashkimi Evropian të ka premtuar ty që nëse ti mbyll negociatat brenda 2027-s, ti je mret, sepse ne hym BE. Kaloje pak. Ashtu, e kemi nxjerr vete. Si shta e çanku do çajm ne ju. Rama batuta nga kavaja, deti po më kujton kur dole la Kuriq. Majko, i kam thënë opozitës, ky ka mundur pa gjë, jo më i veshur. Pa qenë gjë, jo më i veshur. Po. Pra, një nga krenarit e Edi Ramës është nudizmi i vet, dhe natyrisht që edhe njësi Pandi Majko, i cili në jetën e vet ka bërë punë vetëm kryeministër, ministër dhe deputet. Vetëm deputet. I gëzohen faktit që i ka mundur la Kuriq shqiptarët ose kundërshtarët politikë. Dhe vazhdojmë t'ju sqarojmë edhe një herë që ndodhemi tek pjesa e vjedhjes së kohës, hapësirës, pushtetit përmes gjërave dytësore. Pra, këtu nuk kemi që të ardhurat do të bëhen kaq, inflacioni do të ndryshojë kaq, struktura ekonomike që sot është oligarki, do të copëzohet në interes të shtresës mesme. Fare. Këtu janë zero. Këtu diskuton robi që do i marri votat shqiptarve, diskuton për lakurisin. Deti thotë më kujtoj lakurisin time. Është në të drejtën e vet. Thjesht ne po ju themi, fushatët që po e bën me gjëra dytësore, tretësore, katërsore, për të mos ju thënë që s'ka mas i plan vëlla. Edhe s'më do trapit kem plan sepse ju një derra. Unë i them grave tuaj, keni burrat shëry, gratë tuaja, thonë rrofti Edi Rama. Unë i them e keni gratë pianez me një për krahë, thonë rrofti Edi Rama. Ç'a them unë? Po edhe në Dibër atëherë me Shukriun. U morë me brek të Shukriut dhe gratë dua drokistin, prap. Ç'a thotë vllai? Merret me gratë, do dorgasin burrat. Merret me burrat, do dorgasin gratë. Tham Dibër. Kur edhe fillim Dibër tha ishin 7 burra futën mes, po duk vetë budallata. Edhe prandaj u rrem burrat, se me burrat se atë me gratë atë vërtetë dhe është bregu. Hiqe. Një gjë tjetër më interesant. Sarile. Shikojeni çik te Karolina. Kandidatja e PS-s në Fier ironizon sërish Bardhin. Gazda, si më gdhive sot ylla, natën kishe pirë gjin, ditën me karozime, si të bësh fushat,
s'ka njëri që ta hap derën, nga sa shikoni këtë gocën, Karolina e Roskovecit, modeli i Edi Ramës, edhe kjo s'pën fushat kjo bën, nga sa, pse? Se me TikTok, me këshu gjëra, shto të bëhet vi... Unë mbyll TikTok apo është hap piste? Unë mbyll TikTok, por nuk mbyll brezëra. Se këta, mbyll TikTok e kanë Facebook kryeministrin. Unë mbyll Facebook e kanë televizor. Unë mbyll televizor e kanë në banjo, në WC, kryeministrin. Dhe këta janë modeli, natyrisht që është modeli më i keq se vjen të paktën hiç Edi Rama është rritur në një mjedis i cili është detyruar ta farktoj. Pra ka bërë Institutin Lart të Arteve ku kishte artist. Do ka marrë një lloj gjëje. Pastaj nga sikleti se ka qenë krijesë inferiore dhe ka lexuar, ka mësuar në gjë dhe ka fituar ato. Mësoi të pi dhe Roma ne conti. Po kjo e shketa që vjen nga Raskoveci, edhe shqyqyqja ka varur gazi e me gazin. Po, me që the Rama i ka një 30 vite në pushtetësimin një, si kryetar bashkie, si kryetar partie. Po dhe kjo iqi si me shakaj, ka cakon bashki kjore. Po Troskovecit po i ka. Nuk e di sa mund të ketë kjo, po gjithsesi. Ju lutem, qarkut Fierit, votoni Karolinën e Roskovecit dhe duam parlament. Ka nevojë parlamentin ta kemi. Po ka mëse iku ajo që do bënte kërpëratat, do vi një e tillë. Kemi nevojë për ti, se me s'pëqa do merë. Jo, po shiko, se edhe Spiropali ka filluar të lëmohet. Edhe s'është me interesante. Votoni na sillni parlament. Fieri, ju lutem. Iqe. Gazo, ashtu, urdhon, shikoni çik tash. Shqiptarja.com. Po ty në shqiptarja.com keni poshtë reklamën e Partisë Socialiste. Çoqa unë që ta heq. Demokracia në SBA në presion. Kam dëgjuar shumë që pas ardhjes së Trumpit, elitat që bëjnë edhe fushatën si në Europë me këto partitë kryesore, po edhe si në Shqipëri me qeverinë në pushtet, janë shumë presion nga Trumpi për shkak sepse ai çfarë ka thënë fushat, po i bën. Dhe bësh veprimet në realitet për ato për çfarë i ke premtuar popullit, këta i quajnë presion demokraci. Unë nuk shikoj se ku është ky presion demokraci, pse kërkon llogari, apo se kërkon që disa gjëra të bëhen ashtu siç do populli. Por këta, me sa kuptoj, i quajnë presion në demokracinë kur nuk bën siç do elita. Ka 3 muaj që Trumpi ka bërë betimin. Dhe në këto 3 muaj që Trumpi ka bërë betimin, në Shqipëri të gjithë mutrat liberal që ishin shumë të kënaqur, që ishin dhe me këto fonde USAID dhe me këto gjonat e tjera, u aktivizuan dhe mbahen gjallë, natyrisht edhe Edi Rama, që është me këtë pallën në dorë, me këtë jyryshi duke tallë bythën me ju, është sepse është nga ata kalorës e Sorosit, është duke vazhduar betejën e. Nuk e ka kapur kosa akoma. Dhe prandaj thot Latif aty, Lacivita, se ka një problem. Ai e di mirë që paqja nuk po dot me Lacivitën. Me administratën e Trumpit. Nuk bën dot se ka kaluar vijat e kuqe. Edhe ne kemi jo vetëm shpresë, po luftojmë fort ta qërojmë Edi Ramën në 11 maj. Nuk kemi këtu ne që po bëjmë thjesht gallatën e radhës. Jo, jemi duke punuar, paktën unë, sistematikisht në 11 maj ta zhdukim, ta qërojmë që aty ku është 11 maj. Ta zhdukim atë dhe karrierën e tij politike, Ramën. Janë përpjekjet e fundit dhe natyrisht keni parasysh gjarprin fund fare që bëhet edhe më i hedhur e më i kapur dhe prandaj është duke lëshuar këto gjë, çfarë programi ka se nuk ka për të qenë më në Shqipëri, do në udhëheqjen e Shqipërisë të tjerë Shqipërisë. Ka ardhur fundi atij djali, por problemi është që është duke përdorur gjithë armatën dhe një nga zarat është ky Carlo, i cili tek gazeta vet ka reklamën e Partisë Socialiste. Dhe demokracia SBA thot është nën presion. Nuk kam parë artikuj këtu unë që të paktën të thuhet bravo presidentit amerikan po mban premtimet, sepse Trumpi si shtaj Raldi është duke marrë premtimet e fushatës. Dhe në premtimet e fushatës është pastrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës nga kriminaliteti dhe nga emigrantët e palishëm të cilët e kishin pushtuar në mënyrë më të keqe, kishin pushtuar Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kam i shokun time, përshëndes Ben Berishën, dhe më tha,
Armiro tha, vinin me motorra, mershin çanta, përdhunonin të mitur, e fusin për shkallë, përdhunonin. Kurse tani tha, vjen një kamion, kalon nëpër lagje. Një kamion. Nga kamioni e çojnë direkt në avion, edhe lidhura të pretaj. Mund të jetë i pari të prezi 20 orë, mund të jetë i fundit 5 minuta, niset avioni çojnë Salvador. Dhe qytetet amerikane ka filluar të marrin frymë dhe Amerika po bëhet edhe një herë e madhe. Do thoni ai plas trape Amerikës se shkruan Carlo që është demokracia në presion. Jo, nuk e plas. Fare, përkundrazi. Amerika është duke vazhduar rrugën drejt, amerikanët janë të lumtur dhe ne këtu që nuk jemi se na ka paguar Trumpi, po që kemi marrë neve atë aromën dhe atë frymën e Trumpit, jemi këtu që të pastrojmë Shqipërinë edhe nga emigrantët tip Edi Rame, cili nuk është shqiptar, është anti-shqiptar. Ka ardhur këtu, ka efektuar këtë vot, tani do ta pastrojmë. Bashkë me Berishën, edhe ty doktor, do të pastrojmë. Me thënë drejtën, ka ardhur koha e bëri tëmshëm. Nuk po të çosh luftosh Edi Ramën, up crown ose do të pastrojmë ne. Nuk kam çfarë të them, të duam fort. Më duket në 11 maj, Ha. inshallah më dëgjoj Zoti, që mos të jetas Rama as Berisha, nuk e di çfarë formule do. Ore ka dhe 12, ka dhe 13, ka dhe 15. Doktorin ne kemi mbështetur për të hequr Edi Ramën. Po qofse doktori është duke u marrë me minimumin etike, me taksat, merret, është më i mirë Arlind Qori për kokë time. E du më fort Arlind Qorin. Është më konsekuent dhe më koherent Arlind Qori me ato të vetat. Edhe ti klapa Edhe ti klapa ata janë më konsekuent. Tash i ka marrë programet e njërit e tjetrit, më marrin edhe më programet të doktori, sepse o doktor, nuk është punë tavani, është punë themeli. Kaq për sonde? Po kaq? Po mirë atë, nuk do e rani ta zgjasim. Jo, mund të them doktori për themelin. Si vjen çik të shkëqyes. Të le rani të kryeti. Doktori mund të themi për themelin. Mbi kofanën e makinës, momenti kur turistët tursh për kasirojnë parkingut të Krujit. Të kujtojnë te rasti Mihalit që ju hodha dera atyre. Ka ndodhur te Kruji, te turizmi shqiptar. Kupton, Po shelitar, po ta thot deli me. Është militar, ë? Po shelitar turizmi. Militar është? Militar. Po sa gazeta tuaja shkruajnë për Shqipërinë, për turizmin. Shumë. Prandaj ndodhin edhe Vi këtu manitën, s'kam pa det me sy, sidomos që kemi blu, po që kemi me krip. Vin të ujt, po që kemi edhe kështu me Vi francezë, s'kam pa det me sy francezët, ha. Jo, më det me topa kafe, kështu që dalin. Patjetër. Nuk ka. Neve ju urojmë një natë të qetë, vriteni mendjen edhe luftoni për ta rrëzuar këtë establishment, do të filluar nga Edi Rama, ta çojmë prapë në Paris, të bëj piktura grafik të Këmbahurës, për edhe kaka ke Këmbahurës, se ka histori të bukura Edi Rama me kakën që i ka fotografuar. Nëse, histori tjetër ta themi. Miq, Armir Shkurti, Kristiano Xhanari dhe nga patjetër i madh e gjiganti Eraldaga këtu, ju lënë shoqërinë e programeve të tjera në vazhdim të Zjarr Televizion. Mirë takofshim të hënën.